Gjatë një bisede Selin i ka rrëfyer një histori Gimbos. Ajo u shpreh se një moment të jetës prindrit e saj kanë qenë në proces divorci. Selin: unë kam pasur një histori që nuk e di njeri. Në një moment të jetës son, babi ka bërë një gabim dhe kanë qenë në proces divorci, por unë... Gimbo: i ke pajtuar? Selin: pa dashje. Jo pa dashje, por... Gimbo: i je pishman? Selin: jo, s'jam pishman, por njëkohësisht nuk e di se si e ka përjetuar mami im. Do me thënë, e di se unë kam qenë me atë gjatë gjithë kohës, por nuk e di nëse do të donte ta përjetonte ndryshe, më kupton? Nëse vërtet ajo thellë e ka falur dhe nëse thellë është shëruar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.